Zoti Gjuzi, kam dhe një pyetje lidhur me çështjen e politikës. Dhe ajo që duhet ju pyes unë është që a mendoni se do jetë në konsideratën tuaj ndonjëherë një revolucion në Shqipëri si zgjidhje dhe nëse po, kush duhet të rrëzohet i pari? Partia Kombëtare Konservatore ka qenë kundër revolucioneve. Edhe kur ka fol dikush për revolucione, ne kemi thënë Molotov, revolucion Tiranë, jo, se janë bërë 7 revolucione dhe vendi ka marrë kosto të larta. Ne presim që kryeministri Edi Rama të jetë i kujdesshëm. Për mua, me qenë se është tërhequr pak doktor Berisha nga ideja e qeverisë tranzitore, nëse Rama do të jetë kryeministër, gjë që nuk e mendoj, se humbet mandatin me datën 13 tani dhe nuk ka më mbrojtje. Pra mund të shkojnë spak te kërkesa që bëhet ju shpar. Unë mendoj që i duhet një qeveri tranzitore vendit. Kryeministri normalisht i takon Partisë Socialiste, pavarësisht se ne se njohim zgjedhjet, ka vjedhur zgjedhjet e tjera, por për hatër të asaj që s'mund të ketë një revolucion tjetër, duhet shkoj. Dhe tashmë koalicioni ka 26 parti politike dhe në konsulencë mund të certifikohen atje ministrat. Nuk mund të bëhet ajo që bëri Basha në vitin 2017, që i vuri ministrat me vetën e tij pa konsultuar me ne, ndërkohë që Partia Konservatore ka patur rol kryesor në 2017 për të mbrojtur pluripartitizmin. Këtë rol e mori Sali Berisha dhe për mua është i dënuar me 11 muaj burgim, pavarësisht se bëri burgun në shtëpi, për mua është burgim, për mua është vendosja e prangave. Ju e dini që në kohën e Cezarit të lidhin me rrip me shine. Me majkot këto, se ju thatë pak më parë që a keni ju në frikë nga spaku, s'kam frikë nga spaku, nga askush, sepse nuk kam fut duart në financat e taksa paguesve shqiptar. Kushdo që ka futur duart, duhet mendohet mirë, kushdo që ka para jashtë, mbreti të vini 8 nëse ka, nuk mendoj se mund të ketë, duhet i rikthej këtu, e akuzon zvëns kryeministri i tij, shteti drejtës do prevalojë. 34 kryeministra shqiptarë kanë shkuar në burgje dhe janë 7-8 janë vrarë, ca nga diktaturët, ca nga të tjerë. Duke u kthyer tek përgjigjja juaj në lidhje me këtë, ne do të jemi për qeverinë tranzitore. Po shkuam me Ramën zgjedhje, Rama do t'i vjedhë, do bëj presion, do të dalim ne të opozitës përpara, do të tentoj një lloj revolucioni, por ne kemi marrë një herë qeverinë e Edi Ramës 50-50 me revolucion paqësor ta quajmë, Kadife si ti themi asaj çadrës liris. Atje me muzikë morëm ne apo jo? Me 2 mesazhe këtu. Mbreti të vini i 8, apo jo? Datat i do, 23 shkurt, 9 mars. Dhe me të fundit e ke pastaj me Bashën, se normalisht ne do të ishim, ajo është parti më e madhe opozitë. Dhe këtu, mbreti të vini 8, ju besoj se prej kësaj, të bëhem unë këmë, ja rregulloj unë këmë, t'ja bëjmë më keq se fatos nanos. Pra, Erion Veli është në burg prej kësaj shpreje. Ka nga ata që thonë se Kujtim Gjuzi është thjesht një personazh mediatik dhe një politikan serioz. Si u përgjigjeni këtyre akuzave? Unë jam një familjar që kam 4 fëmijë dhe një njeri që bën 3 vajza i rrit vetë dhe një djalë edhe paguan dhe s'ka asnjë lek borxh shteti shqiptar, nuk mund të jetë Karagjozi atyre Karagjozve që shkruajnë atje, me gjithë këto kadillat, kapylli i themi ne, me gjithë këto kadillat, kapyllat, i bie që unë jam aq serioz sa jam munduar tani të bëj krahasim me Donald Trumpin, unë kjo merret pak si shaka, po dhe ai e ka psuar 2 herë nga gratë, po është presidenti. Dhe zonja e tretë është shumë e fisme, e patë dhe mbrëm, besoj, në të kur foli për mbrëm, që mbajtja të fjalimin klasik. Sot ai është i propozuar për çmimin Nobel. Një ditë edhe Kujtim Gjuzit mund propozohet për çmimin Nobel, meqense se ka marrë kadareja, sepse i kanë thënë doktor të lutem, mos na hidh me këto. Jo doktori vetë, se doktori nuk hedh Molotov, bëhet fjalë. Mirë, po ka njerëz aty që janë rebel, KPD-ja ka njerëz rebel. Edhe hidhin Molotov në Tiranë. Kishte më Molotov deri kur e çon Erion Velia në pasekrave. Do të thoni ju, po pse ju e quat ti s'dola si ditë në protestë atje. Ishte Molotov i brenda, unë kisha informacion nga brenda, kishte Molotov. Kur ka Molotov unë jam aty. Se s'do më djegim ne, t'ju djegim ne karrierën e utrimve. Unë nuk jam politikan serioz. Unë që i bëj tavolinë në Bashës me 23 parti politike dhe i çoj nga 11 nga këto ke Sali Berisha,
Ju besoj e pa telefonatën se ishin në tavolinë. Ha? Censura ka marru një herë, s'mund të censuroj askush kryetarin e konservatorëve. Nuk jam mediatikun, e kam të organizuar subjektin, ndiqni partinë zyrtare e keni në FB. Zoti Gjuzja, ka pasur ndonjë media që ju ka censuruar apo ju ka kërkuar të mos flisni për çështje të caktuara? Po, ka patur. Por ne kemi larguar censurën fal studentëve liberator të 8 dhjetorit të vitit 1990, dritë pas shpirti Azem Hajdarit, miku im, vllai im, njeriu që kemi ngrënë bukë dhe ju tani më krijohet tension arterial. Urdhëro, vjen re. Po si çekëm unë jo serioz. Unë jam njeri normal si tjerë, politikani s'është asgjë tjetër, është njeri normal. Por çfarë ka politikani? Ka atë që nuk e sheh dikush ose nuk do ta shoh. Politikani e sheh. Politikani është 5 vjet përpara. Unë tani mund t'ju japë përgjigje ç'do jetë Shqipëria pas 5 vjetësh. Do e keni ju të rinj do e keni. Nëse nesër një oligark i fuqishëm do ju ofronte një shumë të madhe parash për të heshtur, do e pranoni? Po, më kanë ofruar 2 herë të futem në këto emisionet gallat dhe unë s'kam pranuar. E kanë thënë sa do të t'japim. I kam thënë jo, se marr një pension nga shteti shqiptar dhe nuk marr pension të vogël, po marr pension europian. A ndjeni vetëmor në këtë luftë që bëni, a mendoni se ka njerëz që duan t'ju eliminojnë nga skena politike? Ato edhe nëse eliminojnë Kutim Gjuzin, punë e madhe. Sot flitem për konservatorizëm euroatlantik. Kur unë fola për orën euroatlantike, askush nuk besonte, shumica qeshën. Sot ka një parti që quhet Partia Euroatlantike. Po të kishit mundësi të zbardhi një të vërtetë të erët të politikës shqiptare, që publiku nuk e di ende, cila do ishte ajo? Do ta zbardh në intervistën e tretë me ju. Ju jap fjalën. Zoti Gjuzi, shumë faleminderit për kohën. Faleminderit ju.